Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot me një hadith të cilët transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, thot kur vjen Ramazani, Allahu xhaleshanuhu i hap dyert e xhenetit, edhe i mbyll dyert e xhehenamit, edhe i lidh shejtan. Dhe ne jemi në prag të Ramazanit, kemi edhe 10 ditë që të futemi në këtë muaj të madh. Dhe kemi pas edhe muaj të mëdhenj të tjerë që kanë shku, që jemi në muajin Shaban dhe muaj të tjerë që kanë kalu, mirë po jemi të u fut në muajin më të madhin, që është muaji Ramazan. Si të përgatitur për këtë muaj? Kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, ju vjen një muaj në të cilin Allahu xhaleshanuhu i hap dyert e rahmetit, i hap dyert e mëshirës, përban njerëzimin. Dhe posa që është për neve si musliman, si ibadetxhi, që këtë muaj të Ramazanit kemi agjeru, me një bindje të mirë në këtë muaj kemi hi, për neve o kjo gëzim. Dhe për neve është kjo paralajmërim i mirë që Allah i Dhul Gjelal neve puna paralajmëron nëpërmjet pejgamberit tij sallallahu alaihi wasallam. Si të përgatitëm për këtë muaj, t'jemi s'pari t'jemi në këtë muaj pa gjunohe. T'kemi një tobe, një pendim. Të thojmë Zotit astaghfirullah wa atubu ilej, për gjitha veprat të cilat i ke bë. Sepse njeriu në 2 rrafshe bën gabime. Qoftë relacionin rob-krijues dhe qoftë relacionin tjetër rob-rob. Ti edhe njerëz të tjerë. Dhe Allahu xhaleshanu thot, inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zoti don ata të cilët pendohen dhe ata që pastrohen. Dhe njeriu kur pendohet, pastrohet prej gjunohe. Dhe pastrohet zemra e tij, pastrohet shpirti i tij, pastrohet mendja e tij, intelekti i tij, jeta e tij pastrohet. Dhe Allah i Dhul Gjelal ashtu po më dënë mua dhe ty, edhe të tjerët, që t'jemi të pastër në shpirt, t'jemi të pastër në veprat tona, të adhurojmë Zotin Dhul Gjelal me pastërti, sepse pejgamberi alayhi salam ka thonë, thot Allahu Dhul Gjelal, inna Allahe tayyibun, la yaqbala illa tayyiba. Zoti është i pastër, nuk pranon vepra, sadaka, namaz, ibadet, agjerim, lexim Kurani, gjitha këtu, përpose për njeriu të pastër. Dhe për me qeni të pastër që në këtë Ramazan, duhet hysh këtë muaj, jo si këtë qenë muaj të tjerë. Dhe nuk do të thotë kjo që njeriu me qenë han, ose me qenë me korrespondencë, ose me qenë njëri qysh t'i vinë ato mendimet e ti, një muaj në Ramazan mire tani jo keqet, jo vllazën, nuk e ka këtë kuptim islami. Po në muajin e Ramazanit e shton intensitetin më shumë, vollumin e punës e ki më të madh, ibadetet e ki më të sinqerta, shejtan që në të lidh, Zoti ka qu rahmet, këtë muaj ka ardhur Kurani, këtë njerëz në ibadet, edhe familja jote në xherim, edhe në Kur'an, edhe në xhami, nuk kiti ka, nuk i qish mos me adhuru Zotin me plot kuptimin e fjalës adhurim. Këtu do të jesh edhe ti. Dhe njeriu nga njëherë rritet imani dhe nga njëherë i zvogluhet, nga njëherë i bën punë ma me qef, edhe namazin e bën ma i kujdes shumë, ma i pikllum, ma i
ma i qetësun shpirt dhe nga njëre kënë besi obligim. Sepse Allah i dhul gjelal neve në Kur'an ka thonë إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Besimtarëve të sinqert, lirë Zot ajetet e Kuranit, ju rqetën zemrat, ju rritet imani, të Zot jenë pështetun. Këtu gjymaja, këtu derse, këtu ligjerata, këtë Kuran, këtë jenë të me rrit neve imanin. Sikur se ka ndodhë një pej sahabe, ka pasën në Handale, ka shku të Ebu Bekri, për të të Handale, o Ebu Bekër, për të të Ebu Bekri, shak jo Handale shtu, që tu ka ndryshu ftyra. Dhe të Ebu Bekër, dhe të vallahi po dyshoj që jem munafik, jem dyftërq, nuk kam iman shpirtin tem, po tut në Zotin Peraj, i bat djetet për bëj sy e faqe. Pëtët pse, ku ke bedin? Pëtë vallaj, po jem të pejgamberin gjami, e kur në mas pjegon e jetet Kuranit, e kur peshat njëri, e kur për den namazim në e falë, po zemra mu për më rritën, imani, shpirti për më knaqet, ftyra për më lërzën. Pastaj kur për dalëm, për më ashtu me pune, me idare, me gra, me fmi, me familje, me vlazën, me motra, po më doket nuk jem qaj njeri ju që jem si me pejgamberin, dhe po më doket vete e më dyftër, një ftyr me pejgamberin, një me familje dhe në rrugë, edhe një jetën tjetër. E po Bekri thëtë, vallahi që të halë e pas në dhunë, dhe kanë shku të pejgamberi e sa. Këtë thënë ja Rasulullah, ku është halë na që e kemë, këtë problem e kemë, po dyshojmë që jem munafika. Po thot përësëm, e saa bisaa. Nga njëherë njeri ju është maj vullnetshëm një badete, maj mirë një badete, nga njëherë nuk është sa që mirë. Dhe që është e ka njeri ju imanin mas fort, njëherë imanin ma dot. E Ramazani është ty me ta edhe mu më ne forcu imanin. Mi po duhet me prit me iman, duhet me prit me besim. Mas pari me tëube, me istikfar.